Pyetja 6, testi 1. Shpreha x plus 2 në fuqi të dytë plus x minus 2 në fuqi të dytë është e barabartë me cilën nga shprehjet e mëposhtme. Fillojmë zgjidhjen. X plus 2 në fuqi të dytë, nëse do ndajmë si prodhim klapash, do jetë x plus 2 herë x plus 2. Çdo kufiz se cilës klap do shumëzoj se cilën kufiz të klapës tjetër. Pra x-i do shumëzoj x-in dhe x-i do shumëzoj 2-shin. Atëherë x herë x në fuqi të dytë. X herë 2 plus 2x. Dhe ndërkohë 2-shi do shumëzoj x-in dhe 2-shi do shumëzoj 2-shin. Atëherë 2 herë x plus 2x dhe 2 herë 2 plus 4. Kryejmë veprimet me termat e ngjashëm. 2x plus 2x, 4x. Atëherë jemi x në fuqi të dytë plus 4x plus 4. Në të njëjtën mënyrë veprojmë për x minus 2 në fuqi të dytë. X minus 2 në fuqi të dytë do jetë x minus 2 herë x minus 2. Atëherë x herë x në fuqi të dytë, x herë minus 2, minus 2x, minus 2 herë x minus 2x dhe minus 2 herë minus 2 plus 4. Minus 2x dhe minus 2x mblidhen bashkë dhe janë minus 4x. Atëherë jemi x në fuqi të dytë minus 4x plus 4. Nëse i mbledhim të dyja shprehjet, atëherë do kemi x plus 2 në fuqi të dytë plus x minus 2 në fuqi të dytë. Shpreha e parë na doli x në fuqi të dytë plus 4x plus 4. Shpreha e dytë plus x në fuqi të dytë minus 4x plus 4. 4x me minus 4x në thjeshtohet. X në fuqi të dytë plus x në fuqi të dytë, 2x në fuqi të dytë, 4 plus 4, 8. Atëherë shpreha është e barazdhshme me alternativën A.